Mirdita, të dashur qytetarë dhe qytetare, të gjithë ju që ndiqni në rrjetet e mia sociale këtë bisedë të hapur. Spari duhet të përshëndes përzemërsisht dhe shkurtimisht të paraqes nga para jush zhvillimet më kryesore. Gjatë kësaj periudhe, Partia Demokratike arriti të miratoj në Internacionale Demokrate të Qendrës, organizatën më të madhe dhe më të vjetër të partive të qendrës djathtë në botë, CDI, rezolutën që denon dhe denoncon me forcën më të madhe Shqipërinë e Edi Ramës si shtetin e farsës elektorale, si shtetin që shtyp pluralizmin dhe opozitën, si narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Europë, si një regjim, narkoregjim kleptokratik që vjedh qytetarët e vetë. E konsideroj këtë një arritje shumë të madhe, sepse denoncimi të keqes që ka ngërthyer vendin, shndrrimi i saj në një problem ndërkombëtar është pa diskutim një detyrim dhe një arritje e madhe për Partinë Demokratike. Në tërë historinë tonë, ne kemi patur armiq të të gjitha llojeve, pushtues të gjitha të shumë kombeve, por theksoj se sot në rrafshin e materjes kombëtare, narkoshteti dhe droga provohen armiq tanë më të egër në histori. Kjo sepse në tërë historinë tonë kombëtare nuk është regjistruar kur një periudhë në cilin në një afat kohor 10 vjeçar t'jenë larguar nga Shqipëria rreth 45% e popullatës. Nuk është regjistruar ndonjëherë në histori që në një harë kohor të shkurtër Shqipëria të rrokulliset 100 vite mbrapa në treguesit ekzistencial të saj, treguesit demografik. Sot, për shkak të këtij narkoshteti dhe spastrimit që u bën shqiptarëve nga vendi i tyre, ne, sipas Organizatës Kombeve të Bashkuara, kemi lindshmërinë që kemi patur 100 vite më parë dhe kemi lindshmërinë më të ulët në botë. Nga viti 2018 në Shqipëri dominojnë thellësisht vdekjet më shumë se lindjet. Ndërkohë, me këtë ritëm, me këto tempe, ne ecim të sigurt drejt asgjësimit ton kombëtar, drejt boshatisës së këtij vendi. Ndaj dhe ne jemi të përqendruar me të gjithë mundësitë dhe potencialin ton të denoncojmë këtë të keqe të madhe që është e gërshetuar në një me shtetin shqiptar dhe quhet narkoshtet, që është sot për Shqipërinë dhe shqiptarët.
E vërteta se përpjekja jonë apo denoncimi ynë shkon në sintoni dhe në paralel me denoncimin e mediave më serioze ndërkombëtare, të cilat nga viti 2017 gjersot në 10 artikuj, dokumentar, analiza, kanë shpallur Shqipërinë në narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Europë, mbasi Shqipëria, sipas të dhanave të Organizatës Kombeve të Bashkuara, është eksportuesi numër 1 i kanabisit në Europë, dhe Shqipëria sot, klanet e drogës, klanet shqiptare të drogës të lidhura me kartelet narkoterroriste të Amerikës Latine, kontrollojnë gjërësisht tregun europian të kokainës, përcaktojnë çmimet e saj. Në rast se ju dëgjuat apo lexuat për shëndetjet që sekretari i shtetit Rubio dhe vetë presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dërguan me rastin e festës dje me rastin e festës pavarësisë, konstatoni se në mesazhet e tyre problem madhor shtrohet lufta kundër karteleve të drogës, organizatave kriminale, karteleve të drogës dhe bashkëpunëtorëve të tyre, të cilët në Shqipëri janë duke filluar nga kreu i qeverisë dhe vazhdim më poshtë. Po në këtë asamble të CDI, unë pata nderin të zgjidhem zëvendës presidenti kësaj organizate, gjë që përbën një vlerësim shumë të madh për Partinë Demokratike, opozitën shqiptare, një mbështetje për opozitën shqiptare në betejën kundër narkoshtetit. Por, përveç kësaj, super skandali Rama Balluku ka marrë për masa të papara, të dashur miq, për herë të parë në historinë e Europës, për herë të parë në historinë e vendeve të lira, një kryeministër pa ditë gjykatën që pezulloi nga detyra zëvendës kryeministrën Hajdute, pa ditë në gjykatë kushtetuese. Nuk ka ndodhur kurrë. Edi Rama u tha shqiptarëve se pezullimi nuk ka ndodhur ndonjëherë në Europë. E vërteta është që pezullimi nuk është i shpesh në Europë, sepse në Europë sapo ngrihet një akuzë, i akuzuari jep dorëheqjen dhe pret sqarimin nga drejtësia të problemit. Kurse në Shqipëri, jo vetëm që nuk jep dorëheqjen, por merr mbështetjen e kryeministrit për të paditur në gjykatë kushtetuese. Pra në gjykatë kushtetuese nuk shkoi Belinda Balluku e pezulluara, por në gjykatë kushtetuese shkoi Edi Rama dhe në mënyrë absolute, jo tashmë për vlerësimet apo sentimentet që ka ndaj Ballukut, po të fund e krye për shkak të problemit madhor të vetë, se ai është bashkautor në këto vjedhje të mëdha, është ai që dërgoi Ballukun në Ankara dhe takoi kompanitë turke të cilat morën 50 milion euro më shumë për tunelin e Llogaras, se sa kompania që de facto ndërtoi tunelin, që paraqiti një ofertë 50 milion euro më të lirë. Pra, kemi një kalbëzim, kemi një shkërmoqje, kemi një rrokullisje të pashpresë të regjimit narkoshtetit. Ndërkohë, Partia Demokratike ka filluar
analizën e saj pas këtyre proceseve që ndodhen pas publikimit të raportit përfundimtar të Odirit dhe rezolutës së miratuar në São Paulo të Brazilit në CDI. Tani unë mbetëm i hapur për çdo pyetje që ju dëshironi. Albo Meta, herën e kaluar thatë se do të filloni takimet dhe foltoren në çdo cep të Shqipërisë. Deri më tani jeni përqendruar vetëm tek ajo e kryeministrisë. Këtë javë fillojnë foltorët në Shqipëri, jashtë Tiranës. Dhe do vazhdoj në të gjithë vendin. Elidor Zera, mesazhi i sekretarit amerikan të shtetit, Marco Rubio, përveç urimit për 28 nëntorin, kishte edhe një mesazh të drejtë për drejtë për luftën e munguar në Shqipëri ndaj karteleve e trafikut të drogës dhe grupeve kriminale ndërkombëtare, pasi aktualisht kjo është një front kryesor i SBA-ve. Ky mesazh duket se është një mënyrë për t'i thënë Edi Ramës se ti ke lidhje me ta. Si e komentoni ju, zoti Berisha? Lidhjet e Edi Ramës me kartelet e drogës tashmë janë të padiskutueshme. Ata të cilët presidenti Trump i ka cilësua si organizata terroriste, si Sinaloa e Meksikës, kanë qenë të pranishëm në takime me Edi Ramën, kanë përfituar licenca kazinosh dhe hotelesh. Përveç kësaj, charteri nga Tirana në Aruba me qeveritarë shqiptarë ku mundët vetë Edi Rama, por nuk e kam të dhanas të sakta, për të takuar me bost e karteleve të drogës në Aruba, janë dëshmit më flagrante të bashkëpunimit direkt të Edi Ramës me kartelet e drogës. Unë duhet të them ju se Ergy Sagasi është bërë famoz në mbar botën dhe në këtë kontekst mendoj se mesazhi i urimit të sekretarit Rubio, por edhe presidentit Trump, prek apo trajton problemin më themelor që kemi sot ne si kom dhe si vend, drogën dhe krimin dhe luftën kundër tyre. Kjo përbën një inkurajim në përpjekjen tonë të madhe për të shpëtuar shqiptarët nga ky regjim i bazuar në drogën dhe krimin. Marcel Qelo, një nga pyetjet e mia, Sali Berisha, është se kur do t'jep një dorëheqje nga Partia Demokratike nga të gjitha funksionet e saj. Të hapet rruga për zgjedhjet e reja në PD. Gjithë kasa e vjetër duhet largohen nga PD-ja, të rinj duhet marrin dhe të udhëheqin PD-n drejt fitores. Nëse keni burrëri, ktheni përgjigje. Faleminderit për pyetjen, Marcel. Faleminderit për pyetjen. Partia Demokratike është një parti e cila përcakton fatin e drejtuesve dhe anëtarëve të saj nëpërmjet votës. Në kushtet e një pluralizmi funksional, nuk ka asnjë dyshim që humbja e zgjedhjeve është kriteri më i shëndosh për dorëheqjen e atyre që drejtojnë. Por në kushtet e farsë elektorale dhe të narkoshtetit, në kushtet kur zgjedhjet janë farsë dhe jo zgjedhje normale, një akt i tillë do t'i shërbente diktatorit dhe atyre që shtypin pluralizmin. Një akt i tillë nuk mund të ndodhë përveçse me votën e demokratëve shqiptarë. Ndaj unë, Marcel, të ftoj të përdorish votën tënde sipas vullnetit që ke, ose të marrish pjesë në të gjithë garat e kësaj partie. Pra, edhe njerë, në kushtet të diktaturave autoritare,
në kushtet diktatura autoritare, largimin nga misioni, qëndrimi në opozit është një mision, dhe largimin nga misioni bëhet vetëm nëpërmjet votës. Laer Durmishi, doktor, ka pasur reagime të shumta në lidhje me takimin e zhvilluar nga zoti Saliani me kandidatë të primareve që morën më shumë vota. Ndoshta mos duhet ishit ju që ta bëni këtë takim mbas zgjedhjeve? Kandidatë të primareve në tërësi i kam takuar ose ju kam telefonuar. Vetë Saliani ka qenë disa herë në këtë zyrë. Ilir Ali Mehmeti edhe më shpesh. Në këtë kontekst, askush nuk është i përjashtuar në këtë parti. Po, ka patur një problem. Ka patur një problem serios. Dhe ky problem ka qenë angazhimi ynë total në mbrojtjen e votës. Në rast se ju rikujtoni deklaratat e mia, ato kanë qenë dy. E para, me Edi Ramën zgjedhje nuk ka. Dhe kjo është përsëritur jo një herë, po 10 herë. Unë jam kryeministër, dhe unë e di se në rast se një kryeministër vendos të mos zhvilloj zgjedhje, po fars, opozita sfiton kur ato zgjedhje. Ka të gjitha mjetet, siç thot raporti i OSBE-Odirit, të gjithë potencialin e madh për të rrëmbyer votën, për të shtruar zgjedhjet në një fars. Dhe Edi Rama është i tillë, dhe unë këtë e kam denoncuar me 10 herë. Por, kam bërë një zotim tjetër, krahas kësaj. Zotimi im tjetër ka qenë se do mbroj votën. Çfarë do thotë do mbroj votën? Pra, do bëj gjithçka për të vërtetuar se ishin zgjedhje apo fars, se ishte votë e lirë apo votë e rrëmbyer. Dhe kjo, mendoj unë, u realizua për herë të dytë historinë e këtij vendi. U realizua për herë të dytë pas vitit 2001. U desh një përpjekje shumë e madhe, por një përpjekje në këtë aspekt plotësisht e suksesshme. 3 raportet e 3 organizatave më të mëdha ndërkombëtare që erdhën së bashku dhe vëzhguan zgjedhjen dhe raporti i tyre i përbashkët, faktojnë se 11 maj i 2025 ishte një farsë e vërtetë elektorale. Po të marr raportin më të shkurtër të tyre, raportin e Këshillit të Europës. Qofse ju lexoni me interes rekomandimet, një nga rekomandimet bazë është në Shqipëri të ndahet partia nga shteti. Çfarë nënkupton kjo i dashur? Kjo nënkupton që zgjedhjet u zhvilluan në kushtet e partisë shtet. Por zgjedhjet që zhvillohen në kushtet e partisë shtet nuk janë kur zgjedhje të lira, janë thjesht farsë elektorale. Por të mos thënë pastaj, mund të imagjinoni ju një parti shtet që organizon në periudhën kohore të ndaluar për aktivitete 4500 aktivitete elektorale në mënyrë që të ndikojë tek zgjedhësit. Që përdor, jo një minutë, që përdor 100 euro për çdo pensionist për të ble vota. Që fal 1 miliard, gjersot, këto kohë kemi thënë 200 milion, jo, llogaritjet treguan se janë falur 1 miliard e 700 milion gjoba dhe kamata të 10 viteve të fundit. Që licenson mbjelljen e 28.000 hektarëve kanabis në vend.
që përdor administratën si një ushtri elektorale në kundërshtim flagrant me ligjin dhe parimet ndërkombëtare. Pra, janë ky kompleks faktorsh i cili bëri të mundur që ne t'i dalim zot votës së shqiptarëve në kuptimin ligjor, shqiptar dhe ndërkombëtar. Çfarë do thotë kjo? Po, kjo do thotë se çdo demokrat e demokrat, çdo opozitar dhe opozitar e ka legjitime betejën për përmbysjen e këtij pushteti dhe rivendosjen e votës së lirë. Dhe ky nuk është një rezultat i vogël. Kjo është realizuar dhe në vitin 2001, nëse ju kujtohet, që u konkludua me një president konsensual, formule cila sot opozicën në vlerësimin tim më të madh nuk i intereson. Bled Piroli, zoti Berisha, me këtë gjendje që ndodhet Shqipëria dhe qeveria, si ka mundësi që opozita është kaq e dobët në reagimin dhe mbështetjen popullore? A keni një analizë të thellë të brendshme si Parti Demokratike? A thua duhet të shikoni me seriozitet rinovimin që nga baza e deri në kryet PD-s për arsye që të ringjallet shpresa në Partinë Demokratike? Zoti Piroli, nuk është se opozita sot s'ka dobësi, por në kushtet e një narkodiktature, ju duhet realizoni se jo në çdo kohë ka disponibilitet për reagimin. I gjithë problemi është ky. Sot, për fatin më të keq, vrasja masive e shpresës nga narkodiktatura, shtypja e pluralizmit dhe kontrolli i pothuajse totali mediave dhe censura kanë bërë që njerëzit të kenë një apati. Për sa i përket Partisë Demokratike, Partia Demokratike, e thash edhe një herë, me vonesë për shkak të raportit ndërkombëtar për zgjedhjet, i cili duhet të dilte patjetër, sepse po bëheshin përpjekje të jashtëzakonshme për të ndryshuar raportin fillestar. Dhe në rast se Partia Demokratike angazhohej në debatin e brendshëm, gjithçka i shkonte për interes Edi Rams. Shiko, zoti Piroli, ndisni lajmet të cilat janë një fuqi e jashtëzakonshme. Çfarë ndodh? Një debat i vogël ndodh diku midis opozicës ose një mendim ndryshe. Është gjëja më normale. Se si studiot televizive e shtrojnë në çështje kryesore, vetëm e vetëm për të maskuar dhe fshehur para qytetarëve aferat e mëdha me kosto dhjetra e qindra milion eurosh të taksave të tyre. Kështu që nëse ky qendrim u mbajt, u veprua drejt, sepse qeveria po bënte gjithçka për të ndryshuar raportin, për të diktuar ndryshimin e raportit të vëzhguesve ndërkombëtar. Dështoj në këtë përpjekje, dështoj plotësisht. Atëherë ne do bëjmë analizën tonë. Dhe ju, zoti Piroli, dhe çdo antar dhe mbështetës i kësaj partie është i ftuar të kontribojë pikërisht. Ju thoni se duhen të ri. Unë jam 100% dakord me ty. Vetëm se këta të ri nuk zbresin nga qielli. Këta të ri duhet t'i afrojmë ne, duhet t'i afroj unë, duhet t'i afroni ju, duhet t'i afrojnë mbar demokratët. Na edhe në qoftë se hymë në këtë proces, le të hymë në këtë proces me vendimin që secili nga ne do kontribojë në afrimin e vlerave më të arrira drejt Partisë Demokratike. Ky do ishte, mendoj unë, kjo do ishte suksesi më i madh i analizës tonë.
Gjezmi Dika, përshëndetje doktor. Fillove foltoren, bëre kuvendin historik në stadium. Pati frym dhe shpresë për ringritjet Partisë Demokratike pas dramës së Lul Hotit. E le në mes si duket për hatër të bashkimit. A ke në mendje ta shkundësh qendrën e burokratëve të PD-s në kurrizë të demokratëve, me ringrit PD-n e demokracinë në mos shpresa vdiq. Respekte. Desmi, për ty dhe të tjerë që e dini qartë, sigurisht arrestimi im në shtëpi 333 ditë ishte një kohë shumë e çmuar dhe unë nuk kisha pa projekt. Unë kisha një projekt i cili ju garantoj se edhe po ta zbatoja përsëri me Edi Ramën zgjedhje nuk fiton opozita, por do ta zbatoja. Kisha një projekt. Tani natyrisht nuk mendoj se është bërë gabim që u bashkuam. Nuk mendoj. Bashkimi ishte siç e pat ju vetë, kundër përgjigje ndaj asaj përpjekje për zhdukjen e Partisë Demokratike nga një bastard i xhelatëve të diktaturës siç është Edi Rama. Edi Rama, pasi me George Sorosin bëri gjithçka që të më arkivonte mua në politikë, u vërsul pastaj të kontrollonte Partinë Demokratike me çdo kusht me ndihmën e shërbëtorëve të Sorosit. Pra, ajo betejë nuk ishte një betejë e thjeshtë, Lezi. Ai ishte një betejë për ekzistencën e Partisë Demokratike. Sali Berisha kishte një rrugë tjetër, të rithemelonte një forcë politike të re, por nuk e meritonte Partia Demokratike kurrate. Nuk meritonte Partia Demokratike t'ia dorëzoje armiqve të saj këtë forcë politike. Jo. Dhe në kushtet, sepse sot edhe Parasi që pyeti, harron një gjë. Terrori politik ndaj opozitës nuk është një moment i inkurajimit për qytetarët, përkundrazi. Është një moment terrori për qytetarët. Dhe në këtë kontekst, unë mendoj se përpjekjet për bashkim ishin përpjekjet më të duhura. Dhe pa diskutim që ato kishin një çmim, e pohoj, por nuk mund të pranoja kurrë që Partia Demokratike të transformohej në një parti jashtë idealeve dhe programit të demokratëve. Agron Molla, doktor, unë jam antari Partisë Demokratike nga Kurbini. S'kam qenë pjesë e administratës në qeverisjen e PD-s, por qëndrestar i Rrugës së Shpresës dhe i protestave tek Bashkia. Po ku e kam hallin unë? Unë e kam hallin që këta të quajtur demokrat na kanë dalë kundra, po këta prap do t'jenë qeverisja jonë kur të vinin pushtet. Apo do fillojnë nga e para, se këta na ka shkatruar. Agron, unë të përshtes ty, por në këtë moment, në këtë rast, duhet t'ju sqaroj ju dhe çdo demokrat se kjo periudhë, kjo kohë, kjo fazë nuk është betejë për pushtet. Për ne. Është betejë për votën e lirë të shqiptarëve. Se ne pushtet, opozita pushtet nuk merr kurrë me Edi Ramën në qeveri. Dhe Edi Ramën Edi Rama me farsë elektorale nuk largohet. Çfarë tregon historia? Historia tregon se farsat zgjedhore nga njëra tek tjetra shkojnë duke u rritur në kuptimin në rast se në njërën fars
janë fituar 52% të votave, në farsën tjetër ky rezultat bëhet 62% apo 65%. Ndaj dhe ne, në këtë fazë jemi në fazën e përpjekjes sonë për të shliruar shqiptarët dhe për të rikthyer votë të lirë. Për sa u përket objeksioneve, sigurisht që Partia Demokratike do bëj përpjekje për zgjedhjet më transparente dhe me integritet më të lartë. Por jo përçarja, po bashkimi është rruga, pavarësisht se na pëlqen apo s'na pëlqen, po rruga e vetme për të arritur qëllimet. Në këtë kontekst, në rast se ne kemi patur përplasje të brendshme, kapërcimi i tyre në vlerësimin dhe bindjen time më të thellë ishte akti më i përgjegjshëm që ne bëm para shqiptarëve. Koçi Zeneli, doktor përshëndetja, çështja Balluku është në dorë të kushtetueses. I druheni një vendimi në favor të Ramës, çka do e kthente në precedent refuzimin për të shkarkuar hajdutët? Rama po bën gjithçka. Çdo presion që gjykata kushtetuese të vendosë në kundërshtim flagrant me ligjin dhe në kundërshtim me normat dhe standardin evropian. Kjo është e vërteta. A ju tha shqiptarëve se në prani të Marta Kos se pezullimi i një zëvendës kryeministri është akt i pa shembullt në Europë. Ndërkohë, kam paraqitur dje para 2 ditësh para shqiptarëve, jo një, po 10 raste ministrash, zëvendës kryeministra, të cilët janë pezulluar nga gjykatat e vendit si persona në hetim ose të akuzuar, por jo të dënuar. Pra, dhe standardi i pezullimit duhet jemi të vërtet. Standardi i pezullimit është standard që përdoret në rastet kur ministri, zëvendës kryeministri apo cili do qoftë kryeministri vetë kanë paftyrsinë dhe paturpsinë të mos japin dorëheqjen. Këto nuk ndodhin në vendet me kod moralo-etik të qeverisës të konsoliduar. Ka një kod, ka një person i akuzuar, por edhe ndërhetim, unë do e rikujtoj prap ju edhe shqiptarëve. Ilir Meta në vitin 2011 dha dorëheqjen si zëvendës kryeministër dhe hoqi dorë nga imuniteti i deputetit, vetëm me motivin se unë nuk mund të paraqitem si zëvendës kryeministër para një prokurori, po do shkoj si hyrjetar i thjesht në mënyrë që ai të mos ketë asnjë pengesë në hetimin tim. Kurse sot, kjo që ndodh sepse Edi Rama është urdhërdhënësi absolutisht i tendrit të tunelit të Llogaras. Por Edi Ramën sot ka në dosje me dhjetra mesazhe të shkëmbyer si me Lubin, ashtu dhe me Berberin. Ndaj dhe ndodh kjo që ndodh në Shqipëri. Ne betejën do vazhdojmë, Edi Rama do bëj gjithçka për të pambrojtur, po mbron veten e tij, të kuptohemi. Mbron veten e tij. Lubia i ka thënë atij se unë nuk të lëshoj, do të marr me vete, për arsye se unë s'kam bërë gjë tjetër, vetëm kam zbatuar porositë e tij. Në fakt, të themi atë që është, se unë e kam thënë dhe ju garantoj që nuk ka një hajdute më të madhe në historinë e kombit sa ajo përveç Edi Ramës. Por në atë rast është e qartë si kristali se
Në Ankara, Lubia nuk e mori Ramën Lubia në Ankara, po Rama mori Lubi në Ankara, ku bë pazari i tunelit Llogaras, ku takue kompania që fitoi tendrin me 50 milion, më shumë se kompania e dytë e cila do e ndërtonte tunelin. Pra, jemi në këto kushte, a do ta fitoj Rama, edhe mundet, nuk mund të them, sepse këtu gjykatat kanë faktue që kanë marrë çdo lloj vendimi, por një gjykat që vendos kundër vendimit pezullimit shkelmon me dy këmbë kodet dhe ligjet e vendit. Nuk ka të bëj pezullimi me asnjë të drejtë themelore të njeriut. Jo. Me të drejtat themelore të njeriut ka të bëj bllokimi i pasaportës dhe detyrimi paraqitjes në polici të deputetit. Por, kësaj çështje, fatmirësisht, në rastin e Sali Berishës, gjykata kushtetuese i tha, okej, është në rregull, s'ka nevojë për leje në parlament, dhe unë po të kisha qenë aty, do kisha votuar bashkë me te, se nuk ka nevojë, por kushtetuta e njeh këtë. Kushtetuta thot ka nevojë, e shkeli gjykata, është punë e saj, ndërsa për pezullimin nuk ka absolutisht asnjë pengjesë ligjore. Alex Kaplaj. Doktor, përshëndetje. Çdo korrupsion e ka origjinën në manipulimin e zgjedhjeve dhe votës së lirë. Rama e ka kapur pushtetin me zgjedhjet manipuluara dhe me propagandën e mediave që janë funksion të pushtetit të tij. Njëkohësisht, Rama ka korruptuar me demagogjinë e tij dhe faktorin ndërkombëtar. Shumë media ndërkombëtare kritike ndaj Ramës censurohen. Sipas jush, si arrihet të përmbyset kjo situatë që ka forcuar pushtetin e Ramës? Dhe pyetja tjetër, a e fiton SPAK besimin tuaj nëse arreston Edi Ramën për korrupsion? Shumë faleminderit për pyetjet. Së pari, ju garantoj se ato që quhen autokraci elektorale, do me thënë regjime që nuk bëjnë zgjedhje por zhvillojnë farsa, apo diktatura autoritare, pra regjime që pranojnë pluralizmin por e shtypin pluralizmin, si bëri Edi Rama, se këtu njerëzit futohen. Ta arrestosh 3 lider të opozitës në vitin elektoral, liderët e tre partive kryesore opozitare, në 2 t'i arrestosh dhe tjetin t'a vesh ndjekje penale në vitin elektoral, do të thot de facto të japish një goditje të merësisht të rënë opozitës dhe opozitarizmit, të përdorish institucionet për të shtypur pluralizmin. Kështu që, cila është zgjidhja? Zgjidhja është Nepali, zgjidhja është Bangladeshi, zgjidhja është Madagaskari, zgjidhja është njerëz të revoltuar kërkojnë të drejtën e votës tyre. Në qoftë se duam të votojmë të lirë. Dhe ne do bëjmë gjithçka të bindim shqiptarët për këtë. Kjo është zgjidhja kryesore. Çështja tjetër? A e fiton SPAK besimin tuaj nëse arreston Edi Ramën? Duhet bëj një sqarim këtu. Personalisht gjithjetën, si njeri që ka për fe politike kushtetutën dhe ligjin, kushtetutën dhe ligjin, kam patur dhe kam respektin më të madh për të gjithë ata që zbatojnë ligjin. Në kushtet të vështira, kërkon guxim, por është respekt më i madh për ta. Qofshin ata në SPAK, qofshin ata në çdo organ tjetër. Tani do të sqaroj pak qëndrimin tim ndaj SPAK-ut. E kam sqaruar shumë herë
por e theksoj përsëri. Ka njerëz drejtshkurtër, të cilët për mungesë memorie apo konceptesh mendojnë se unë sulmova Spakun për shkak të veprimeve që bëri ndaj meje. Absolutisht jo. Sulmet e mia ndaj Spakut kanë filluar në momentin dhe kohën kur ky institucion amnistoi dosjet 338 dhe 184. Dosjet më flagrante të krimit elektoral. Të dashur miq, këto dy dosje janë bazuar në një procedurë ligjore të përsosur, me vendim regjistrime të bëra me vendim gjykate dhe kërkesë prokurori. Dhe Spaku në mënyrë më katastrofale, prokuror nga Spaku, prokuror, nuk mund të them të gjithë Spaku, i amnistuan këto. Çfarë ishte kjo? Kjo ishte kazma në themelet e pluralizmit. Kjo ishte licenca për të shtruar krimin në votë dhe votën në krim. Siç pak a shumë e tha një bashkëbisedues më parë. Kjo ishte licencë për Edi Ramën, që bëj ç'të duash me zgjedhjet, se duhet t'i fitosh ti dhe jo opozita. Këtu nisi betejë ime me Spakun. Këtu ka nisë. Dhe betejë ime me Spakun ka nisë të paktën një vit para se ata të kërkonin masat ndaj meje. Dhe për ta ditë ju, të dashur qytetar, gjatë atij viti ata bën përpjekje të paftyra që të merikatonin, por morën atë që meritonin. Pra, çfarë është ai që merr dosjen e krimit elektoral dhe amniston? A nuk është ai një kriminal i urryer, i demokracisë, i pluralizmit, i vendit të tij? Dhe i tillë është Altin Dumani. I tillë është kraja që ishte para tij. Së dyti, do të sqaroj shqiptarët. Altin Dumani është një nga emrat më të lakur, siç e dini. Por Altin Dumani ka 4 apartamente sot. Dhe unë u them qytetarëve shqiptarë, është gabim shumë i rëndë. Shumë i rëndë. Të mos realizosh se çdo të thot për një nënpunës të shtetit të ketë 4 apartamente pa asnjë burim tjetër të ardhurash përveç rrogës së tij. Jam ish president, ish kryeministër. Dhe ja u them unë ju që me rrogën time unë kam arritur jo të blej një apartament, po kredi s'kam marrë, por të shes apartamentin që kam patur dhe të blej një tjetër 40 metra më të madh se ai që kisha. Këto kanë qenë kursimet e mia. Unë pa kredi në bankë nuk mund bleja kur një apartament. Pra që isha një nga rroglartit, në rroglartit e këtij shteti. Nga erdhen burimet e parave të Altin Dumanit. Nga erdhen. Së dyti, duhet të qartësoj, unë s'mund sulmoj kur një gjykas, një prokuror, një hetues, një polic që zbaton ligjin, përkundrazi, nderimin më të madh për te. Por nuk mund pranoj kur shoh dosjen. Po marr dosjen Toyota Yaris, në të cilin rezultoi Taulan Balla, ministër,
kriminal që bën pazare me bandën e Suel Çels për t'ja rikthyer automjetët, që u kërkon gjykatësve që kaloja një policisë që unë t'i vonoj dhe të dalin jashtë afati. Nuk mund të pranoj, kur, po marrë vetëm këtë dosje, po dojnë kalojnë dhe dosje tjera. Dosja në cilën prokurorët Espakut bëjnë pazare për 10.000 euro pagesa dhe janë bashkëpunëtorë. Atër më thoni mua, në rast se ti merr dhe arreston një qytetar se në mënyrë të paligjshme ka kryer një vepër dëmi prej 30-50.000 euro, po një prokuror që ka kërkuar 70.000 euro, që s'ka pranuar 30.000, se ka kërkuar 45.000 e tjerë, çfarë është? A nuk janë vepra krimi këto? Ku janë këto? Këto janë në sirtarën e Altin Dumanit. Atëherë, më thoni mua, cila është? Duhet të them unë, nuk duhet të them të vërtetën shqiptarëve? Absolutisht, sikur çdo gjë të ndodh, unë do të them të vërtetën. Sikur çdo çmim të paguaj, kur s'do të tërhiqem nga e vërteta. A ka aty, a janë të tjerë dumanër? Ka dhe të tjerë, po nuk janë të gjithë. Jo, ka prej tyre. Dhe se cili prej tyre që zbaton ligjin, ndaj cili do qoftë, do ketë mbështetjen, nderimin dhe vlerësimin tim më të madh. Kam bindje, e kam thënë dhe tek dera e atij institucioni, që aty ka njerëz të ndershëm, ka hetues të ndershëm, ka në BKH, ka prokuror të ndershëm, ka të rinj të ndershëm. Por çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi? Unë u tregoj të vërtetën shqiptarëve dhe gabimi i madh shumë. Nuk janë përgënjeshtuar të vërtetat e mia. Në rast se Altin Troplini mban në xhep urdhër arrestin e Elvis Doçit, të paktën nga data 26 prill gjerë me data 22 maj sa u ratisa ai. A nuk meriton të quhet ky poja i Spakut? A nuk meriton të më thoni mua? Duhet pranojmë ne një gjë të tillë? Në rastin e fundit para 3 ditë që italianë gjetën se poja se Elvis Doçi ishte implikuar në dërgimin e 1.300 kg kokainë në Itali. Përse ishte liraj. A i drejton në udhëheq organizatën. Pra, sigurisht, midis asaj që të hesht para këtyre të vërtetave dhe t'ja u them publikut, unë zgjedh të dytën, detyrimi im është t'ja them publikut këto. Dhe s'kam asgjë, jo, mashtrojnë veten ata që përkundrazi, e kam thënë dhe e them, ndjehemi nderuar për faktin se nga ata jam sot politikani i parë dhe i vetëm në Shqipëri me vetim të pasurive dhe të ardhurat të 33 viteve të fundit. Ja u di shumë për nder këtë nisëm që morën. Dhe rezulton atë që kam deklaruar dhe asnjë thyrje ligji, asnjë shkelje nga unë dhe familjarët e mi. Pra, në këtë kontekst, unë mbroj interesin publik. Unë nuk besoj kur se shqiptarët meritojnë prokuror që bashkëpunojnë me krimin. Jo. Nuk besoj kur se shqiptarët meritojnë prokuror që blejnë apartamente me paret paligjshme, që mashtrojnë. Ata duhet të jenë para ligjit. Merrni raportin që ka me Irena Gjokër. Dje një ministër Rumani dha dorëheqjen, sepse unë tha në përmbushjen e formularit
e keq kuptova një moment dhe më shptoj pa deklaruar diçka që kam patur. Po Jelena Gjo kanë gjithë formularët ka mashtruar. Dhe kush e mbron sot? E mbron Altin Troplini, i cili për ta mbrojtur prishti. Do të thënë, ekzistojnë të gjithë dokumentat që ajo është denuar dhe si e tillë s'mund të jetë kur gjykatëse. Ekzistojnë të gjithë dokumentat se ajo ka mashtruar zyrtarisht në formular dhe si e tillë ajo s'mund të jetë kur gjykatëse. I dolin fund për zot pikrisht Altin Troplini i hapi hetim para prak për të mos e shkarkuar dot kush se e kam në hetimun. Pra, u bë avokatit të keqes. Ndaj dhe këto janë qëndrimet e mia. Unë nuk mund të hesht, as nuk mund të tërhiqem para këtyre të vërtetave. Berti Ndoja, pse e larguat nga partia të gruan që foli në takimin e Kamzës me Flamur Nokën? Kështu do ta reformoni partinë ju me largime? Ajo zonja që foli me Flamur Nokën nuk është larguar nga partia dhe askush s'mund të largojë absolutisht asnjë antar dhe simpatizant dhe pse i tha këto apo ato saliberisht, Flamur Nokës apo cili do drejtues. Kjo nuk ekziston në këtë parti. Zonja nuk mund të largohet nga partia, nuk mund të përjashtohet nga partia asnjë njeri për mendimet e tij. Por, në qoftë ta supozojmë në rastin ekstrem se ndodhi, zonja ka të gjithë rrugën të hapur për ankesën ndaj padrejtësisë që mund të pretendojë se është bërë. Në vend të saj, ajo zgjodhi mediat, ajo bëri një zgjidhje të saj, por në dielin tim, në raportimet që janë bërë, ajo nuk është përjashtuar nga partia. Nuk ka asnjë vendim, të asnjë forumi, të asnjë qelizë të partisë për përjashtimin e zonjës nga Partia Demokratike dhe nuk mund të ketë për asnjë antar. Tani, ne jemi parti demokratike e mendimit të lirë secili. Po, ti mendon se unë duhet largohem, apo tjetri duhet largohet. Normal. Por kur vjen puna më, mos harro se mendimin tënd do e shprehësh me votë në këtë parti dhe kjo parti do të krijojë ty mundësi të plot të shprehësh me votë mendimin tënd. Fitim Sula, përse nuk e cilësoni veprimtarinë e kryeministrit si tradhti të lartë kundër Kombit dhe Atdheut? Ai ka shërbyer shkatrimit dëshuarit së Kombit dhe Atdheut ky individ apo jo? I nderuar zotëri, me dhjetra herë e kam krahasuar me Gjorgjeviçin, me Çubrilovicin dhe Pashiqin. E kam konsideruar argat, edhe t'jeni sigurt që nuk e kam bërë pa bindjen më të thellë, argat të Aleksandr Vučićit, një armik po aq i egër i shqiptarëve në Kosovë sa vetë Vučić. Unë besoj se nuk kam lanë kualifikim apo epitet që Edi Rama ka merituar dhe nuk ja kam shprehur. Agim Bushaj, këto janë dy pyetjet e fundit. Doktor, po të shkruan një ish student i dhjetorit të 90-s. Përse Shqipëria lëngon nga korrupsioni i papar? Po të ishe ti në pushtet, qeveria do ishte rrëzuar për 24 orë. Pse kjo qeveri nuk rrëzohet? Sepse kjo qeveri i dashur mik ka vendosur në Shqipëri narkodiktaturën. Ka vendosur në Shqipëri një regjim i cili arreston në vitin elektoral 2 liderët e partive kryesore opozitare si persona nën hetim dhe vendos në ndjekje penale liderin e partisë tretë, që burgos deputet të Partisë Demokratike pse denoncojnë lidhjen me drogë të ministrit të vllaut, ministrit brendshëm, që merr mandatet të zgjedhurve,
Pra, kemi të bëjmë me një regjim represiv i cili dhunon votën, qëndron pushtet duke dhunuar votën dhe kontrollon mediat. Kontrolli i mediave i jep asaj mundësi shumë të mëdha të manipulojë, të falsifikojë të vërtetat dhe realitetin shqiptar. Në këtë kuadër, unë ftoj ju dhe ftoj çdo shqiptar të bëjnë dallimin midis një diktaturë autoritare dhe një pluralizmi politik funksional, demokratik. Diktatura autoritare nuk zhvillon zgjedhje. Diktatura, a keni ndëgjuar një herë? A keni ndëgjuar një herë të shpreh shqetësimin më të vogël nga ky kryeministër apo qeveria e tij, sepse nga vendi në 10 vite vetëm në hapësirën Schengeni janë larguar 1.100.000 shqiptarë. Ju e ndëgjuat vetëm një javë më parë deklaratën e tij që s'mund ta bënte kur një njeri qytetëror, një kryeministër, se të smurt me smundje malinje, neoplazike, beten pa ilaçe mbasi ata ishin shumë. Nuk ka gjë më të tmerrshme. Kur një kryeministër që administron një buxhet prej shumë miliard euro, një kryeministër që në 12 vite ka administruar një buxhet prej 67 miliard euro, të pretendoj në mënyrën më çnjerëzore se të smurt mbeten pa ilaçe sepse ishin shumë. Kjo është deklarat horror e Edi Ramës. Është deklarat horror. Kur ata s'mund mbeteshin nuk mund mbeteshin kur pa ilaçe. Ata mbeten pa ilaçe se Edi Rama vjedh shumë. Se Lubi Balluku dhe ministrat dhe zyrtarët e saj vjedhin shumë buxhetin dhe pasurinë publike. Se ata vjedhin fondet e ilaçeve për të çmurëve me kancer. Se ata janë të mendojnë vetëm për jetën, luksin dhe pasurimin e tyre. Ndaj dhe të smurt mbeten pa ilaçe. Kështu që duhet realizojmë pra, se jemi në kushtet e një narkodiktature, është një regjim krejt tjetër nga ai që mund të mendohet. Pyetja fundit, ose komenti. Kush kërkon, Besnik Pëllumbi, kush kërkon ndërheqjen tënde është ignorant i politikës, mendoj unë. Kush je ti në qeveri? Çfarë të këqija i ke sjell ti këtyre që kërkojnë këtë nga ju? Jeni veç një opozitar i flak në të mirën tonë. Nëse nuk do t'ishit ju dhe opozita, nuk do t'kishte dal asnjë nga këto mega vjedhje, mega korrupsion të qeverisë. Tani, relative kjo. Ata që kërkojnë ndërheqjen kanë të drejtën e tyre të kenë çdo kërkesë. Por theksoj dhe njëherë, në mënyrë absolute, në kushtet e një plural, nuk ka njeri në Shqipëri të ketë dhënë ndërheqje më shumë se unë. Edhe ju garantoj se kur nuk e kam patur një akt aq të vështirë dhe dhimbshëm ndërheqje. Jo. Por dhe në rast se zgjedhjet do të ishin zhvilluar në kushtet një kuadri normal, të vlerësuara jo vetëm nga ne, por nga komuniteti ndërkombëtar, ju siguroj se javën e tretë, maksimumit 4 pas tyre, Sali Berisha nuk do hynte më në këtë zyrë. Jo.
Unë i kam faktuar këto. Por, në kushtet e një farse elektorale, për Sali Berishën ka një mision. Dhe ky mision është të bëjë çdo përpjekje bashkë për të bindë shqiptarë të ngrihemi, të largojmë Edi Ramën dhe të votojmë të lirë si qytetarë. Këtu gërshëtohen shumë. Së pari janë çakete janë altoparlantët e qeverisë, të cilët e dinë se problemi absolut i Edi Ramës është Sali Berisha. Dhe në fakt, unë do vazhdoj të jem problemi ti me të gjithë forcën time. Edhe i narkoshtetit, edhe i krimit, sepse nuk bëj kompromis me këto. Në fakt, sot, pas këtyre zgjedhjeve, ndjehem më i motivuar se kur në këtë betejë. Pse ndjehem më i motivuar se kur? Se është një mision. Nuk është mision për pushtet më. Do ta di çdo demokrat. Po nuk larguam Edi Ramën, opozita në pushtet s'vjen kurrë. Nuk ka. Shtroni pyetjen se cili prej jush, cili do ishte rezultati i zgjedhjeve të 11 majit, në rast se nuk do ishin arrestuar 2 liderët e partive kryesore opozitare në vitin elektoral dhe edhe i dhënë tjetri për ndjekje penale. Në rast se nuk do ishin organizuar me paratë e taks paguesve në kundërshtim me ligjin në periudhën e ndaluar me ligj për të ndikuar të zgjedhësit 4530 aktivitete. Në rast se qeveria nuk do kontrollonte 90% të mediave, në rast se punojësit e administratës publike që duhet jenë shërbëtor të qytetarëve shqiptarë nuk shndrohen në plaçkitës dhe policë të votës tyre. Në rast se me fondet tuaja nuk do të jipej çdo pensionisti 100 euro për vot, për të marrë votën. Në rast se nuk do faleshin 1 miliard e 700 milion euro gjoba dhe kamata 10 viteve të fundit. Në rast se nuk do bëheshin 10 mijëra punësimet përkohshme dhe të jepeshin 10 mijëra leje ndërtimi, legalizimi, certifikata pronësie. Të gjitha këto në kundërshtim me ligjin. Në rast se nuk do licencohej mbjellja 28.000 hektarëve kanabis nga 200 hektarë. Tani, unë e di që ka njerëz që duhen t'i rafshojnë, t'i bëjnë të pa qena këto, por këta janë mjeran. Ja u them, këtyre të cilët e bëjnë me qëllim këta janë sklever, janë mjeran, janë shërbëtor me lek ose pa lek të një regjimi të rryrë për shqiptarët. Ata që nuk e kanë qartë, ata duhet t'i lexojnë edhe duhet të dinë se në këto rrethana zgjedhje nuk ka farsa elektorale. Dhe kjo është arsyeja që Sali Berisha vazhdon më i motivuar se kur këtë betejë, me besimin e madh se do t'ja dalim, të largojmë këtë të keqet madhe nga pushteti dhe shqiptarët të votojnë të lirë. Beteja ime është një betejë për liritë më themelore të shqiptarëve. Faleminderit.